Mirë pra, sapo ju ka kafshuar një kafshë dhe jeni të shqetësuar për tërbimin. E para së gjithash, mos u panikosni, por as mos e injoroni. Ja çfarë duhet të bëni, me njëherë. Numër 1. Lani plagen. Merrni pak sapun dhe ujë të rrjedhshëm dhe fërkoni kafshimin për plot 15 minuta nëse mundeni. Mund të duket e tepërt, por larja ndihmon të hiqni virusin para se të përhapet më thellë. Mos kurseni këtu, pastaj, dezinfektoni. Nëse keni ndonjë antiseptik, mendoni jod e nëse antik, mendoni jod ose alkool, aplikojeni atë pas larjes. Do të djeg, por ja vlen. Tani, sado i vogël të duket kafshimi, duhet të shkoni te një mjek. Tërbimi është pothuajse gjithmonë fatal sapo shfaqen simptomat, dhe nuk ka kur shtëpia. Tregoni mjekut tuaj saktësisht çfarë ndodhi, çfarë ju kafshoi, kur dhe ku. Nëse është e mundur, përshkruani sjelljen e kafshës. Apo sile i çuditshëm, a duke e sëmurë apo e egër. Këto detaje ndihmojnë ekspertët të vendosin çfarë të bëjnë më pas. Me shumë gjasa do t'ju duhet profilaksia pas ekspozimit, e quajtur edhe PEP. Kjo është një seri injeksionesh që mund të parandallojnë tërbimin nëse i filloni mjaft shpejt. Koha është absolutisht thelbësore këtu. Mos prisni të shihni nëse ndiheni keq, kërkoni ndihmë menjëherë. Dhe, nëse mund ta bëni në mënyrë të sigurt, përpiquni të mbani një sy te kafsha. Mos u përpiqni ta kapni vetë, por të shënoni ku shkon ose si duket mund të ndihmoj kontrollin e kafshëve dhe mjekët të vlerësojnë rrezikun. Për të përmbledhur lani, dezinfektoni, shkoni te mjeku dhe veproni shpejt. Tërbimi nuk është diçka që mund ta prisni dhe shihni. Është jashtëzakonisht serioz. Merrni seriozisht çdo kafshim kafshë dhe mos e shtyni kur kërkimin e ndihmës. Qëndroni të sigurt atje.